Besa Tafilaj Pinçoti në listën prestigjioze The Mighty 25. Në konferencën e Military Influencers, konferencë në Atlanta në Georgia, shqiptarja me rënjë nga Kosova Besa Tafilaj Pinçoti u përfshi në një listë prestigjioze The Mighty 25 Class of 2025 që ndaron liderët me ndikim në jetën e komunitetit ushtarak amerikan. Ky vlerësim e vendos krahas figurat të njohura si senatorja Elizabeth Dole, ish-presidenti George W. Bush dhe princi Harry, një dëshmi e fuqisë së zërit të punës së saj në mbrojtje të familjeve ushtarake. Historia e Besës buron nga sakrificat e luftës Kosovës. Ajo tashgoja dhe dashurin nga babai i saj Ramis Tafilaj dhe u frymëzua nga ndërhyrja forcave amerikane në Kosovë. Si gazetare raportoi nga kampi Bondsteel, kur kuptoi se historia e vërtet nuk ishin misionet, por familjet e ushtarëve. Pas martesës me një marinës amerikan, ai lë pas karrierën korporative për të përkushtuar National Military Families Association, që është nga viti 2013 si drejtuese që është nga viti 2021. Ajo ka transformuar këtë organizatë në 55 vite tradit duke zgjeruar kampet operacion Purple dhe programin për adoleshent ushtarak Bloom. Dhënë mbi $10 milion bursa për bashortët e ushtarakëve, ndikojnë në politikat publike mbi kujdesin për fëmijët, shëndetin dhe mbështetjen psikosociale. Përfshirja e Besës në Mighty 25 nuk është vetëm një nder personal, por një homazh për sakrificat e padukshme të familjeve ushtarake dhe një krenari kombëtare për shqiptarët në SBA dhe Kosovë.